Kristina ka ardhur enkas nga Gjermania. Ajo ka një peng dhe ka ftuar dy njerëz të dashur. Por, le ta ftojmë dhe të shikojmë se çfarë dhe përse bëhet fjalë. Kristina! Mirë se vjen. Mirë se vjen. Faleminderit, urdhroni, uluni. Kristinë e dashur, si të kam? Mirë. Pak e lodhur nga rruga, po mirë. E lodhur nga rruga. Unë jam shumë mirë njohë, sepse të vish nga rruga drejte në studio dhe të mos takosh përpara njerëz të tu të dashur është një sakrificë apo jo? Madje mbrëm në darkë e kam pasur babin 2 hapa para meje, edhe unë isha bas ati. Dhe nuk e takova fare, u fsheva. Ti ke fobi avionin dhe ke udhëtuar me? Me autobus. Me autobus. Ke udhëtuar 24 orë për të ardhur këtu? 24 orë, po. Po. Megjithatë, çfarë të ka sjellë këtu? Atëre, po prezantohem. Unë jam Kristina, vi nga Korça. Ku jeton në Gjermani? Në Leipzig. Në Leipzig? Po. Sa vite ke aty? 2 vjetë. 2 vite? Po. Pa më trego pak, kë ke thirrur sot dhe pse? Unë kam thëritur 2 njerëzit e mi më të shtrenjtë, gjyshen edhe babin. Të flas pak për gjyshen. Ajo është, nuk kam fjalë të përshkruaj se çfarë njeriu është. Ne jemi 4 fëmijë. Është përpjekur me çfarë do lloj sakrifice të na plotësoj të gjitha dëshirat ne, që ne mos na mungoj asnjë gjë. Mami dhe babi kanë qenë gjithë kohës në punë. Ajo është kujdesur për të veshur, për të gjitha. Më shumë se ç'duhet. Unë kam qenë një fëmijë shumë tekanjoz. Edhe ajo nuk është ankuar kur për mua. Për faktin se mua të gjitha aty në fshat më thoshin që i ngjan shumë gjyshes. Dhe mua më ka pikë të dobët. Tani ti ke ardhur për të thritur gjyshen për t'i thënë çfarë? Dua që gjyshja ime të vi të jetojë në Tiranë me ne. Gjyshja me kë jeton aktualisht? Jeton e vetme në fshat. Sa vite ka që ka humbur bashkëshorti? Po bën 4 vjetë. Po ku të vi gjyshja të jetojë? Të jetojë në Tiranë me babin, me mamin dhe me vllajën tim. Po, a dëshiron mami që t'i vi Vjera në shtëpi? Shumë. Kanë marrëdhënie shumë të mirë bashkë. Je sigurt? Shumë. Po babi i ka thënë? Edhe babi i ka thënë, por ky është problemi që nënja nuk vjen. Cili është problemi? Babi? Pak, babi. Oh. Po. Do me thënë nuk ka problem nusen, po ka problem djali? Po. Dhe cili është problemi? Shko, babi im është shofer. Ka punuar një jetë të shofer, do me thënë që në kohën e Enverit. Dhe duke punuar shofer, duke takuar shumë njerëz, i është dashur të kthejë dhe ndonjë gotë. Të gjithë na pëlqen të kthejmë në një gotë? Po. Gjyshja ime ka këtë pjesën nuk e ashtu do të fare. Nuk e toleron do? Nuk e toleron fare. Është shumë kokëfort. A dhe për këtë do që të dënoj babin dhe t'i thot që unë nuk vi të jetoj me ty? Jo, nuk vi dhe nuk dua t'ju shqetësoj, thot. Edhe nuk dua dhe shqetësime për veten time. Ti mendon që gjyshja është një shqetësim? Për ne? Po. Absolutisht jo. Po ti për vete jeton në Gjermani? Po, unë jetoj në Gjermani, po mendjen e kam gjithkohë se ajo. E gjyshja jote? Më trego pak pse do kaq shumë gjyshen tënde, çfarë kujton ti nga fëmijëria? Baj mend, kur kam qenë e vogël, ajo më thoshte, Kristina, shko në dyqan të keqe nënja. E unë i thosha, po nuk më dhe lek, unë nuk shkoj. Dhe ti jepte lekët? Mi jepte. Dhe kur mi jepte shifër të vogël, i thosha, jo, dua më shumë, çfarë bëj unë me këto?
Po tjetër? Gjithmonë e kam pasur si bodyguard. Gjyshe? Po, Nga kush të ruante? nga të shunat kër më ngacmonin. Edhe pse është 1 metër e gjatë, ajo prap më dilte në mbrojtje, shumë mirë. Por çfarë ka punuar gjyshja? Traktorist. Traktoriste gjyshe. A që vogël edhe ngiste traktorin? Po, ka qenë e rrezikshme. Kam pasur gjithmonë qef muzikën. Kur kam konkuruar të shkolla muzikës, të Tefta Tashko Koça në Korçë, e fitova shkollën dhe nuk më la babi. Asaj kam betur peng kjo gjë, sepse në çfarë do lloj eventi ku unë merja pjesë, ka qenë ajo prezente. Kur konkurova për në shkollë të lartë, edhe i odha me mendjen time, në Tiranë të gjitha. Më doli përgjigja dhe vajta ju thash në shtëpi që shiko, mua më ka dalë përgjigja në Tiranë, ka fituar shkollën në Tiranë. Në asnjë mënyrë nuk e për të vajtur, më tha babi. Nuk është mundësia, ju jeni 4, nuk je 1 që të mbaj. Dhe ajo u ngrit që aty ku ishte ulur dhe i tha, çupën, bolle ke penguar, deri tani do verdh dhe do shkoj me pensionin tim në shkollë. Nga një anë u gëzova, por nga ana tjetër ishte fakti që asaj duheshin ilaçe, duhet të kujdeseshe për veten, dhe pse duhet ta shpenzonte pensionin pikërisht për mua. Mu desh që të vazhdoja punë në Tiranë, për të mbajtur veten time. Dhe për të mos përdorur pensionin e gjyshes. Po. Ja ktheve pensionin gjyshes? Do mundohem tani që jam ande, tani kam më shumë mundësi që t'ja kthej. Po, babin përse e ke thirrur? Babi. Edhe babi është pika ime e dobët, edhe ai ka punuar jashtëzakonisht shumë për të na bërë ne këta që jemi sot. Babin e kam thirrur sepse ka pothuajse gati 1 vit që nuk ka qenë mirë me shëndetin. Doktori ja ka ndaluar kategorikisht duhanin edhe alkoolin. Dhe babi vazhdon të pi duhan? Babi ka treguar një vullnet shumë të madh duke e lënë duhanin pas 30 vitesh. Fantastike. Po, por alkoolin prap vazhdon të kthej ndonjë gotë. Pra, vullneti ka qenë shumë i madh për duhanin, po jo për alkoolin. Ndërkohë ti doj që toleranca 0 dhe ndaj alkoolit, apo jo? Po. Në fillim ne do shohim mesazhin që kemi çuar babit dhe pastaj kemi punë me gjyshen tënde. Po. E ndjekim së bashku. Këtu ndodhemi në lagjen ku banon Rizaj, personi të cili do t'japi mesazhin sot. Di që këto ditë ai ka pasur disa probleme me shëndetin, ndaj besoj se do ta gjejë atë në shtëpi. Përshëndetje. Si jeni? Si po kaloni? Si po kaloni? Mirë? Më lejoni të prezantohem. Unë quhem Enea dhe vi nga emisioni e Diela Shqiptare nga televizioni Klan. Jam duke kërkuar familjen e zotit Hajdini. Unë jam. Ju jeni zoti Reza? Okej. Gëzojmë që u njohëm. Nuk e di nëse keni ndjekur të Dielën Shqiptare emisionin tonë? Besoj se dini se për çfarë bëhet fjalë dhe për çfarë kam ardhur unë. Është e vërtet. Kam ardhur t'ju them që në telefonin tuaj sapo kam mbritur një mesazh. E keni telefonin me vete? Po, ka erë. I dashur Riza. Të dielën ju ftojmë në programin e Diela Shqiptare. Ka një mesazh për ju, Arditi. Deri.
Sa muaj ke pa e takuar babin? 6. 6 muaj. Ka marrë malli. Shumë. Mirë, unë do të pyes e janë. Është një mesazher i ri me një emër të vjetër për programin ka një mesazh për ty. Enea, së pari mirë se na erdhe një herë në programin tonë. Mirë se ju gjeta Ardit. Ku studion ti? Unë studioj për informatik te Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Dhe çfarë të pëlqen nga televizioni? Gjithmonë e kam parë veten si një mesazhier dhe më ka pëlqyer të isha këtu. Vetëm se mesazher apo edhe në këtë vendin tim ti je? Për momentin po filloj me një mesazhier. Po mirë. Më thuaj pak, ka ardhur zoti Riza sot apo jo? Sigurisht Ardit, zoti Riza është tu sot. Zoti Riza? Mirë se erdhe. Mirë se ju gjetë. Faleminderit, urdhroni. Po si jeni? Mirë. Programin tonë e keni parë, besoj. Po. Sot dikush të ka ftuar. Faleminderit. Kush mund t'jetë? Se di, njerëz kam plot, po nuk e di. Ju shofer gjithjetën. Po, Keni udhëtuar gjithëndej. s'kam lënë vend. Cili është qyteti që ke rrahur më shpesh? Më shpesh gjithmonë Tirana, se kështu më ka lidhur puna. Ko është Tiranë. Bravo. Ja ku pa afrohemi. Ju jeni martuar, keni familje. Po. Kam 4 fëmijë, 3 goca i në çun. Tani ku jetoni ju? Këtu jam për momentin prapë. Në Tiranë. Po. Kurse familjen e kam, familjen. Në vend, shpinë e kam, Korç, Libonik, A ka në një zemër të thyer atje? zemër të thyes, vetëm qatë se nuk kam unë fëmijët i kam 3 goca, 2 i kam jashtë, 1 i kam këtu. Qunin po këtu. S'më shkon të me në Ardit, atë gjikulltit, se fshu. Po ja, ekranin e ke përpara, shikoje. Mos! Po ti e bërë i këtë me shpiti babit? Po tu, babit. Mos e shpiti. Do babi shumë, do fort. Do fort. Nuk e prisje, Jo, s'ma merë. S'ma merë dhe me se fola dije në telefon, foli grua në telefon dhe jam në puna, në mëgjes. Llogaritë shkoj gjatë për ardhjen, që nga Gjermania të vi Shqipis, ma shkon edhe me. Bile të fola dhe me çuni, sa bën 27 orë o baza, tu thosh, tha. Është e vërtet? Po, nuk, kis mos babi. Tu babi, po. Desh në le pa frym babin këtu. Ka për merak. Jo, e ke mirë. E ke mirë se babi është edhe me këshu. E ke mirë, dit. Okej. Jaku, të paktën u qetësuam. Shpirti, baba. Ka një mesazh për ty, do ta dëgjosh? Po, Forca Kristin. babi, shpirt. ti e di që je pika ime dobët. Si ti për mua është këti babi. Ti e di që unë të dua shumë, Faleminderit. fshi i lotët, kam ardhur këtu vetëm për ty edhe për nëne. E di sa rrugë gjatë është, apo jo? Edhe ti e di që unë e kam frikë avionin, do vi me autobus, si që erdha. Edhe kam ardhur për të thënë, të të falenderoj një në rast të parë që ke bërë gjitha të gjëra për ne dhe nuk je lodhur kur. Të lutem, je kujdesur aq shumë për ne, sa tani do doja që të kujdeseshe më shumë për veten tënde. Aj, babi, sa kam rojtu nuk doroj me pajt. Jo, ti doro shumë, se Aj. kështu duam ne. Edhe doja të thoja që e di që ke një vullnet të papar. Këtë e tregove duke lënë Duanin pas 30 vitesh. Pas 20 shpiti babi, Pas ti na jo 40. që 10 vjeçaj. Po, do doja shumë që si që le Duanin, Po, të lesh edhe tjetërën. atë që ke qef ti. La, shpiti babi, mos e Jo vit ta në te prosh, do me thënë. Kjo për faktin, se prandaj të kam thritur këtu, sepse unë dua që
nënja të viti jetoj me ne në Tiranë. Po ti e di që ajo është pak kokë forte dhe nuk e ka qef këtë pjesën, që ti pi pak. Po jemi në qikë shumë, e ke përsysh kemi rënë si ato magneti që bëjnë një polë që shtyjnë njëri tjetërin. Edhe do doja që nenes ti premtonim të dy bashkë që ti nuk do ta teprosh me alkoolin dhe ajo të viti jetoj me ne dhe të kemi atë familjen e lumtur si që kem pasur kur ka qenë gjyshi gjallë. Po mirë, ti e di që me alkoolin mos abuzoj do se unë blokoj? E di, po mos të abuzosh fare. Mos abuzoj fare, një se të s'mu Fare lejohet. mos të pish, as një pikë. Atë rakin që ke në shtëpi atë të mirën e përbashkëtisës, ma sill mua, se më pëlqen mua. Po, Ardit, e ke, gati. Okej. është me ngjyra, është. Lëre, me ngjyrë jeshile, po. Po, pra, ma. Po, mua ma tregon. Se ti ke rau gjithë Shqipërinë. Atëre, për shkak të programit, se ne do të transmetojmë dhe mesazhin që kemi çuar nënës tuaj dhe gjyshes Kristinës, unë do doja që të shkonit ju dhe ta përqafonit vajzën tuaj, meqense ka ardhur nga Gjermania. Urdhroni. Tani ulluni të dy bashk, mrekulli, dhe do të shojmë së bashku momentin kur i kemi quar mesazhin gjyshes tonë simpatike. Ndjekim. Sa po kemi mbritur në fshatin Drithas të Korçës për t'i sjellë mesazhin zonjës Mediko. Di që gjatë paradites ajo kalon kohën me shoqet e saj, por duke qenë se është drek, shpresoj ta gjej atë në shtëpi. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Si jeni? Si kaloni? Faleminderit. Më falni shumë për shqetësimin. Unë quhem Enea dhe vi nga emisioni e Dela Shqiptare nga televizioni Klan. Jam duke kërkuar zonjën Mediko. Nuk e di nëse jeni ju. Ka keni ndjekur si rubrik? Po. Besoj se keni iden se për çfarë kam ardhur unë këtu. Po, për mesazhin. Okej, në telefonin tuaj ka ardhur një mesazh. Edhe dielli nuk do ishte kaq i bukur sa fytyra e kësaj gjysheje. O, sa gjyshe mirë. Nuk mund ta konceptoj që një fytyrë kaq e ëmbël e mirë të ketë lidhje me traktorin. Fare. Megjithatë kureshtar jam. Enea, na ka ardhur traktoristja më e ëmbël e kësaj bote apo jo? Ardit, më duhet të them që zonjës Mediko i duhej të bëhente një rrugë të gjatë, por sërish ajo ka pranuar ftesën dhe është sot këtu. Zonja Mediko? Mirë se vjen!
mirë se vjen e dashur. Urdhroni, ulluni. Në momentin e parë, thej që nuk di do vi apo jo, por ja që na erdhe dhe faleminderit që na erdhe. Faleminderit të ju. Në ndjek besoj. Po, shumë. Më kanë thënë që... Të kam në përzemër shumë, në fakt. Faleminderit. Ndërsa unë që në momentin e parë që të pash që dham mesazhin, u dashurova me ty. Faleminderit. Respektin. Më kanë thënë që keni punuar traktoriste. Po, 27 vit. Po, si ja ke dalë me traktorin? Ja kam dalë, shumë. Po ti ka që ëmbël, ka që brisht, ka që mirë. Ç'lidhje ke ti me traktorin? Po, më mësoj buri. Të mësoj burri? Po. Po tani kush të ka ardhur këtu në studio? Se di, 2 fëmijë kam qupe djalën. Aha. Qupa më ka 2 fëmijë, nuk i... Qupën e ka në Amerikë, s'ma merë mendja. Po. Djali më ka 4 fëmijë. Po. 4 qupa i djalë. Se di nga këto tani këtu. Tjetër... Aty ke ndaluar? Këtu kam 2 netë që nuk po... Çfarë thua? Po fleq, se di. Pa shikoj njerë, mos të torturoj me njerë, shikoj aty tek ekrani kush është. Po të beftë nenja, po ju thashtë mrem që Kristina do jetë të beftë nenka jote, po të beftë në nokja jote, të beftë në nockë. Shpirti nenës, po nenka. Ka ardhur nga Gjermania enkas për ty. Po e di, u thashin mbrem ardit që do ketë erdhur qupa, jo më thashin, se ne folëm është në punë më tanë, më po qupa është më se diskutoni. Si threti Kristinës? Kristi ju beftë nenja. Më thëret Kici. Kici. Kici vogël. Atëre, kujdes se Kici ka udhëtuar 27 orë për të dhënë një mesazh që duhet ta dëgjosh me vëmendje. Thash të beftë nenja, me birin nenës. Kici, forca. Nene. Po të beftë nenja të zerit, se më ka marrë malli, kam 1 vit të kam parë. Edhe unë kam ardhur vetëm për ty, Po të beftë nenja, për të dhënë këtë mesazh. beftë nenja. Ti e di që unë të dua shumë. Po dhe unë të dua birin nenës. Edhe unë jam pronja jote, apo? Beftë ne pronje nenës. Po që të jem tamam pronja jote, dua që ti të më premtosh diçka. E mban mend kur ishte gjyshi gjallë, që ishim një familje bashkuar, nuk ndaheshim asnjëherë. Tani unë jam larg edhe gjithkohë se kam mendje tek ty. Nuk dua që ti të rish ma vetëm në fshat. Të beftë nenja ta rregullojmë. Dhe sa herë të kam thënë për të jetuar në Tiranë, më ke thënë të mbush vitin gjyshi, të baj 3 vjet gjyshi, të baj 5 vjet gjyshi dhe do vi në Tiranë. Gjithmonë ma ke shtyrë. E kam pritur me pa durim që ti të vish të jetosh në Tiranë me familjen tënde. Nuk dua që të rish me vetëm. Të lutem, do ta kërkoja me gjithë zemër që ti të vijet të jetoje me ne në Tiranë. Të beftë nenja. Të beftë nenja. Dhe nenja të premton, do vi po të mbush, 5 vjet gjyshi. Në të beftë nenja. Të bëj me 5 vjetorin e gjyshit, një. E dyta nenja është e fortë, gjerë, dorë për dorë, janë e fortë, e kupton?
Unë e di që ti je fort, Hepëre, tu beftën e një. edhe këtë forcë e ke treguar edhe tek ne, po dua që të vish të na japësh edhe ne forcë këtu ku jemi. Tu japë në një forcën, edhe ju ma kini dhe në forcën. Edhe ju, se mu betë të mira, si që rriti në një, ju betë të mira. Më sollët edhe këtu të shikoj në një, se janë plakë. Nën Mediko më kanë thënë që përballë shtëpisë tuaj ju keni një klub, apo jo? Po, Si quhet ai klubi? Klubi i... klubi plakave të thënë. Klubi i çupave, jo i plakave. Tani, nuk ka marrë rrugën nga Gjermania, Kici, që ti thuash që kur të mbush bashkëshorti 5 vjet. Ajo doj që ti ta mendosh më shpejt këtë gjë. Jo, Arditi, pos mbushi 5 vjet, Po pse? e po mentaliteti fshatit që kemi neve, andaj kemi moshat sa mbeturinat, sa duhet një qik një. Po mbeturinat lëri andej dhe hajde kthej. Po jo. Edhe kështu që pos mbushi gjyshi 5 vjet, pastaj me gjithat e 2 ke parë dhe 2 ke berë. Pa të shikojmë mos ta mbush mendjen dhe dikush tjetër që është pranë Kicit, shikoj pak. Po, djali, Mama. djali. Mi shiko dhe shkruaj vetë, mama. E di vetë, dhe së ndëruj do të. Po, mirë, ne kemi berë bise. Po, normal, flasin në dyne, nuk... Unë kisha këte Arditi një. Thosha shkojnë shoqet e mija, jo në Greqi, jo në Gjermani, jo. E thosha, po s'mu benjë, të më menin e mua të shikonja një rande. Edhe unë të premtoj që do të marr ande të shikosh Gjermaninë. O, tu beftë në emja jote. Atere, si do ta lëmë Riza? Kur do ta marrësh maman? Mama nuk e marrë do të me zorë, në ditë e kanë darë meni dhe kanë mentalitetet e tyre, së ndëruj do të më të punë. Ka ardhur nga Gjermania, Kici Moriza? Se dhe babi është përpjekur shumë, po ajo nuk pranon. Unë bilesor ditë i kam bërë dhe time, i kam thënë që gjatë verës shkohen, dhe pse është klima. Gjatë dimit pak të në hajde këtu, dhe më dhe një mbyllim të po. Kur mbush 5 vjet bashkëshorti yt? Më 17 prill. Në 17 prill. Të vitit që vjen. Në 18 prill mëngjesin do të ham bashkë në Tiranë. Falem dhe hita. Dakord? Po, dakor, ta. Mbaj fjalën. Do të ndajmë. Se po nuk e mbajte fjalën, do të vitë të marrë me traktor pastaj në Korçë. Përqafojni në shpejto! Ardit, Po. isha dhe diçka të lutem. Po, Unë nuk di si ta falenderoj gjyshen time, aha. por në shenjë falenderimi unë i kam blerë një dhuratë dhe doja t'ja jepja këtu publikisht. Po i jepja atere, forca. O një unaz të bukur, një unaz të bukur. Ajo s'del më tani, se... Po, të përqafonje nga afër se në televizor. Po qafoj shpesh në televizor, po qafoj nga Të shikoj lajtash. Më thuaj 18 prillin, po apo jo? Po, okej.
Tu beftë në nashit. Atere, të gjitha ju qupa dhe djemë që doni t'jep një mesazhe kaq të bukura, ani ne ju presim, jemi shumë afër jush, një numër telefoni, 062 22 00004, gjithashtu kemi e-mail, kemi Facebook, ju jeni duke I parë adresa tashmë, dhe ne do t'i ndajmë të gjitha këto emocione së bashku. Ne do të vjojmë me programin dhe urdhëron. Faleminderit dhe Kënaqësi, faleminderit që na Qofshin zbukuruan nderuar ditën dhe sot. Nëne, faleminderit. Jeri të njëjtë.